Besoj që kjo është vendim i Bedri Hamzës, sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, është vendim i kryesisë. Ne si Partia Demokratike të Kosovës vazhdimisht kemi treguar që nuk vendosim vijat e kuqe për parti koalicioni pasgjdor, dhe sigurisht që do të shohim bazë së sjelljes, bazë angazhimit, por nuk e kemi në preferencë të bëjmë koalicion me vetëvendosje. Dakord, ndoshta Ermal, me që diskutuam pak edhe këtë pjesën e përplasjeve PDK, LVV, ke një pyetje përpara se ta përshëndes zotin Luzhtaku? Jo, një pyetje nuk kam, sepse mendoj që tek komandantët politika duhet të ketë tjetër narrativ dhe nuk mund një loset lufta e UÇK-s për efekte politike. Këtu jam shumë i kujdesshëm. Prandaj nuk mund t'i bëj dot pyetje zotit Luzhtaku për këtë arsye. Një pyetje politike që mund të qëndrojë është ajo që e konsumove ti dhe ose me kë mund të bëj aleancë. Janë shumë uroj që çështja e diskrecionit të tyre të vlej që t'jenë duke analizuar dhe reflektuar rezultatin që mund të kenë me 28 dhjetor dhe sigurisht që të vinë në favor të qytetarëve të Kosovës, se ishim duke folur për te krizës politike, zoti Luzhtaku, dhe për një krizë ekonomike e cila uroj që mos thellohet për të dytin vit radhazi se u presin dhe zgjedhje të tjera të presidentit, presidentes në pranverën e vitit 2026. Unë besoj që zgjedhjet lokale ishin një lloj matje edhe para se të shkojmë në zgjedhjet nacionale, ku ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi dalë partia më e votuar në këto zgjedhje, ku llogaritet me së shumti partia që votohet, jo vetëm për kryetar komune, sepse ato dallojnë. Partia Demokratike e Kosovës me 187.000 vota ishte partia e parë që mori më së shumti vota për votim në drejtim të partisë të caktuar. Prandaj besoj që kjo është një tregues shumë i rëndësishëm. Pastaj unë besoj që vetë zgjedhja e Bedri Hamzës në krye të Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidimi për kryeministër e rritë në 8% e madhe mbështetje ndaj Partisë Demokratike të Kosovës dhe platformës së tij, për arsye se në zgjedhjet e kaluara realisht ka pas dilema se kush do të udhëheqë me qeverinë, edhe pse ishte kandidat për kryeministër, kryetari ishte zoti Krasniqi. Besoj që këtë dilema apo këtë dyshim e kemi larguar qytetarëve të cilët nuk kanë subjekte politike, po dojnë të dinë adresën e caktuar se kush do të merr vendime për të ardhmen e tyre. Dhe unë besoj gjithashtu edhe vota për ndërlidhet me 28 dhjetor është shumë e rëndësishme. Besoj që shumë votues në diasporë nuk kanë gëzuar të drejtën e votës, besa dhe është keq përdorur dhe mënyrën me një përgjegjësi më të madhe them që është keq përdorur sepse nuk është votuar vetë votuesi, por e kanë keq përdorur të tjerët. Prandaj është një mundësi reale për me pa se kanë voton diaspora në këto zgjedhje dhe besoj që edhe diaspora duke marrë për bazë bashkë qytetarë që jetojnë në Kosovë e dinë sfida çfarë kanë ata në Kosovë, do të marrin të arsyeshme dhe do të ndryshojnë edhe drejtimin e vendit në këto zgjedhje. Qartë, kolegu im ndryshoi mendje. Po, një pyetje se jo, do të bëj një pyetje që lidhet fakti, përshëndetje zoti Luzhtaku. Do doja në fakt të kisha një përjetim tuaj apo edhe kur flisim me strukturat. Fakti që komandantët apo të paktën Hashim Thaçi, Kadri Veseli, se është dhe Recep Selimi, i cili është i vetëvendosës, dhe Jakub Krasniqi, por po marrim ta tretë paktën që janë identifikuar me PDK-n. Ju ka dëmtuar më shumë në këtë fushat apo PDK-ja ka arritur të përfitojë më shumë pikë politikisht nga kjo situatë? Mund më japësh një përjetim qoftë tuaj personal, duke qenë se jeni djali një prej kontribuesve të UÇK-s, por edhe çfarë ju diskutoni me aktorët e tjerë të cilët ju i takoni në realitetin tuaj politik aty në Kosovë. Përshëndetje nderuar, shumë faleminderit për këtë pyetje shumë të rëndësishme për neve. Sigurisht ka qenë handicap dhe vazhdon të mbetet handicap çështja e liderëve tanë
jo vetëm të partisë, por edhe të Kosovës, të cilët realisht kanë ndikuar që Kosova të jetë e pavarur dhe të jetë zhvilluar dhe sigurisht që çdo ecuri që kemi marrur si shtet kanë vullën edhe të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, por edhe të Recep Selimit, edhe në të njëjtin aspekt unë besoj që është ende handicap, por besoj që afërsia vendimare së gjykatës e forcon edhe më shumë emocionin që ata të rikthehen të fuqishëm, të kthehen të pastër dhe të kryejnë betejën e fundit në mbrojtje të një lufte e cila e kishte kauzë mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe çlirimit të vendit dhe asesi bërjeve të krimeve siç kanë pretenduar gjykata speciale që unë shpesh e them dhe është gjykatë politike që realisht një anshëm është duke gjykuar. Prapë unë besoj që në fund të ditës emocioni që tashmë është afër vendimarrjes vendimit për krerët e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, zotri Hashim Thaqi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, është një emocion në vetë dhe besoj që çdo ditë më shumë ndjejnë qytetarët mungesën e tyre dhe kjo mungesë besoj që do të reflektojë në mbështetje të Partisë Demokratike të Kosovës, pasi që ne kemi pasur kjo qeveri realisht i ka lënë të harruar edhe këta duke mbrojtur vetë dhe realisht duke lënë anësh dhe mbështetjen edhe të avokatëve të tyre. Zoti Lushtako, faleminderit shumë për kohën edhe pse në kushte jo të favorshme teknike për shkak të angazhimit tuaj edhe të gjithë besoj partive politike ditën e sotme në këtë moment që flasin për dorëzuar listat, por rëndësishme është që fjala dhe deklaratat tuaja u përcollen edhe për ne. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë për mundësinë, kërkoj falje edhe një herë për këto kushte. Ju uroj një natë të këndshme dhe i dëshiroj gjithë shqiptarëve një natë të qetë. Faleminderit shumë. Faleminderit.